Klanjus ka zbardhur draftin e Komisionit Reformës Zgjedhore. Numri antarëve mes mazhorancës dhe opozitës do të jetë i barabartë, ndërsa bashkëkryetarët do të kenë të drejtën e vetos për vendimarrjen. Sot përfundon afati për regjistrimin e kandidatëve për zgjedhjet në 5 bashki të vendit që do të zhvillohen më 9 nëntor. Subjektet politike kanë filluar të dërgojnë emrat e kandidatëve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka për lirim nga qelia. Ai kërkoi shuarjen e masës me pretendimin se ka kaluar afati 3 vjeçar i paraburgimit në lidhje me çështjen e inceneratorit të Fierit. Instat raportoi se vetëm në shtator numri i turistëve të huaj u rrit me 9.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga janari deri në shtator 4.8 milion turistë vizituan parqet kombëtare dhe zonat e mbrojtura. Ish komandanti suprem i NATO-s për Europën, Wesley Clark, është konfirmuar dëshmitar i mbrojtjes në gjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag. Qeveria amerikane ka dhënë lejen që ai të dëshmojë në këtë proces gjyqësor. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy po kalon net të vështira në një burg të Parisit. Të burgosurit kanë postuar video në rrjetet sociale teksa e fyejnë dhe kërcënojnë ish presidentin francez, ndërsa janë rritur masat e sigurisë. Unë jam Leftion Peristeri, tani do t'ju njohëm në hollësi me lajmet. Së pari Klanjus ka zbardhur draftin për ngritjen e Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Numri antarëve mes mazhorancës dhe opozitës do të jetë i barabartë, ndërkaq mësohet se bashkëkryetarët do të kenë të drejtën e vetos në vendimarrje. Reforma zgjedhore hyn në një fazë të re pas dakordësisë me socialistëve dhe demokratëve për ngritjen e komisionit që do të përgatisë ndryshimet në ligjin elektoral. Projekt vendimi që tashmë është dorëzuar në kuvend parashikon një strukturë me 16 antar, të ndarë në mënyrë të barabartë mes shumicës socialiste dhe opozitës. Në radhët e përfaqësimit opozitar do të përfshihen edhe partitë e reja, si Shqipëria bëhet edhe Lëvizja Bashk, të cilat do të mund të marrin pjesë në mbledhje, të paraqesin sugjerime dhe propozime, por pa të drejtë vote. Sipas dokumentit, bashkëkryetarët e komisionit do të kenë të drejtën e vetos, çka do të thotë se çdo vendim do të konsiderohet i vlefshëm vetëm nëse merr dakordsinë e tyre të përbashkët. Për krah komisionit do të funksionojë dhe një grup ekspertësh teknik, ndërsa prania e institucioneve ndërkombëtare është parashikuar si pjesë e pandare e procesit. Nga OSBE-ODIHR, Këshilli i Evropës apo Komisioni i Venecias do të kërkohet asistencë dhe ekspertizë profesionale. Fokusi i punës do të jetë shqyrtimi i rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it pas zgjedhjeve vendore të 2023 dhe atyre parlamentare të 2025-s, si dhe propozimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partive politike dhe organizatave të shoqërisë civile. Komisioni do të ketë gjithashtu detyrën të përgatisë një ligj të ri për financimin e partive politike. Mandati i tij do të zgjasë 9 muaj dhe çdo vendim do të kërkojë shumicën e votave të antarëve dhe të 2 bashkëkryetarëve, një formulë që synon të garantojë balancë dhe bashkëpunim mes palëve. Sot mbyllet afati për regjistrimin e kandidatëve që kërkojnë votën e qytetarëve në zgjedhjet e 9 nëntorit në 5 bashkitë pa kryetar të vendit. Deri në mesnatë, partitë politike duhet të dorëzojnë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentet dhe emrat përfundimtar të garuesve në 5 bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet. Ndërkohë kandidatët e pavarur e kanë mbyllur me errët këtë proces. Ata kanë dorëzuar në KQZ dhe firmat mbështetëse të qytetarëve duke siguruar të drejtën për të qenë pjesë e garës. Deri në mesditë nga forcat kryesore politike kanë dorëzuar dokumentacion për regjistrim kandidatët socialist Ervin Ceca për Beratin dhe Brunilda Mersini për Vlorën. Më 9 nëntor, qytetarët e Vlorës, Beratit, e Pelenës, Matit dhe Cerikut do të rikthehen në qendrat e votimit për të zgjedhur kryetarët e rinj të bashkive. Shohim tjera lajme të 27, liderët e Bashkimit Evropian nuk janë ende gati të marrin në konsiderat reforma të brendshme, ashtu siç kërkon kryetaria e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. Pas miratimit propozimit për heqjen e unanimitetit për çështjet e zgjerimit, Metsola tha se BE-ja duhet përgatitet tani për një blok të zgjeruar. Të 27 liderët e Bashkimit Evropian ende nuk janë gati që të marrin në konsiderat reformat përpara zgjerimit, siç i kanë nxitur presidentja e Parlamentit Evropian pas miratimin në seancë plenare të propozimit për heqjen e unanimitetit
Roberta Metsola tha se duhet të jemi gati për një bashkim evropian të zgjeruar. Nëse duam që të jemi gati për një bashkim evropian të zgjeruar, duhet I marrim seriozisht reformat tona të brendshme të BE-s. Ngordhja aktual në Bashkimin Evropian rrjedh nga mungesa e vullnetit politik për të përcaktuar një strategji të qartë për reformat para zgjerimit, e cila është nevojshme për të siguruar që një familje me më shumë se 27 antar të funksionojë në mënyrë efektive. Shpresoj që institucionet dhe shtetet anëtare të kenë një diskutim të ndershëm mbi këtë temë. Edhe presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa kishte propozuar më parë heqjen e unanimitetit gjatë procesit të zgjerimit, por ky sugjerim është pritur me kundërshtim të fortë nga disa nga shtetet anëtare, të cilat do të preferonin të përqendroheshin në një plan për të pranuar anëtar të rinj, por pa u dhënë atyre të drejtë të plot vote. Ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali përqendron për një vizitë zyrtare në Izrael. Ajo ka qëndruar në qendrën përkujtimore të Holokaustit, Yad Vashem, ku dokumentohet përndjekja dhe vrasja rreth 6 milionë hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në rrjetet sociale, Spiropali thotë se Shqipëria ndaroi dhe vlerësohet si e drejtë mes kombeve me refuzimin për çnjerëzimin dhe dorëzimin e hebrejve në duart e persekutorëve. Gjatë vizitës së saj në Izrael, Spiropali ka zhvilluar dhe një takim me homologun Gideon Sar. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka për lirim nga qelia. Vendimi u dha nga gjyqtari Erion Ban, I cili nuk e mori parasysh kërkesën e Kokës për shuarje të masës me pretendimet se ka kaluar afati 3 vjeçar I paraburgimit për çështjen e inceneratorit Fierit. Pak ditë më parë, gjykata e lartë vendosi të kthejë për gjykim në apel shërtimin e dosjes për inceneratorin e Fierit. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për kryebashkiakun e Vaut të Dejes, Kristian Shkreli, dhe ka bërë kërkesë në gjykatën e posaçme për kalimin e dosjes për gjykim. Shkreli u mor zyrtarisht I pandehur nga SPAK 3 javë më parë, në ndyshimin se bleu vota për Partinë Social-Demokrate. Atij u komunikua akuza e korrupsionit në zgjedhje. Kërkesa e SPAK-ut në lidhje me kalimin ose jo të dosjes në proces gjyqësor do të shqyrtohet nga gjyqtarja e posaçme Flora Hajredinaj. Një vjeçari Eugene Koka është ekstraduar nga Spanja në Shqipëri. Nga SPAK, ai akuzohet se në shkurt 2025, përmes korrupsionit të punonjësit policisë, vodhi në bashkëpunim me shtetas të tjerë të paktën 200.000 litra naftë nga një anije ankoruar në portin e Durrësit. Gjykata e posaçme konfirmoi masën arrest në burg që ishte caktuar në mungesë për 31 vjeçarin Eugene Koka, I ekstraduar nga Spanja. SPAK e akuzon se ka korruptuar punonjësit e policisë dhe ka vjedhur bashkë me persona të tjerë 200.000 litra naftë nga një anije që ishte ankoruar në portin e Durrësit në muajin janar. Në seancën me dyert të mbyllura, Koka nuk ka pranuar akuzën, ndërsa mbrojtja pretendoi se ai nuk ka lidhje me vjedhjen e naftës. Prokuroria e posaçme I caktoi në shkurt masën arrest në burg për 3 akuza: korrupsioni aktiv I personave që ushtrojnë funksione publike, kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë dhe vjedhje kryer në bashkëpunim. Më 13 tetor, SPAK mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim Eugene Kokën dhe 10 të tjerë. Sipas organit të akuzës, ai në bashkëpunim me Mohamed Salit me detyrë kapiteni I anijes, Nedio Mejdani me detyrë oficer I parë I anijes, Hasan Broad, Sami Shanata, Faez Ismail e Wissam Rostom, marinar të anijes me flamur tunizian, akuzohen se realizuan të gjithë veprimtarinë kriminale. Nga hetimet rezultoi se Eugene Koka dhe Drilon Malluta I ofruan 10.000 euro policit Armand Marvataj, që kishte për detyrë të ruante anijen e sekuestruar në Porto Romano me qëllim nxjerrjen e naftës. Shuma e parave që polici kishte marrë rishfet u gjet dhe u sekuestrua në banesën e tij. Nafta kontrabandu nxor nga anija më 27 janar të 2025 në bashkëpunim me ekuipazhin e anijes. Ministria e Brendshme njoftoi nisjen e konsultimeve për hartimin e rregullave të qarkullimit të monopatinave. Ministri Albana Koçiu thiri në një tryez përfaqësues të dikastereve që kanë një rol kyç për sigurinë rrugore për hartimin e kuadrit ligjor. Koçiu vuri në dukje në një postim në rrjetet sociale se pezullimi I lëvizjes së monopatinave erdhi si një masë e nevojshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Këto rregulla të reja do të përcaktojnë standarde teknike të mjeteve, rregullat e qarkullimit dhe zonat e lejuara.
Ecim tej me të tjera lajme, teksa një grup naftatarësh të bankers prej 10 ditësh janë në grev urie, të tjerë kanë protestuar përpara zyrave të kompanisë. Me pankarta në duar ata kanë kërkuar zgjidhje të kërkesave të tyre. Dita 10 e grevës së naftëtarëve në Marines nisi me një protest para zyrave të kompanisë Bankers Petroleum. Me pankarta në duar, ata kërkuan një zgjidhje nga administrata e shoqërisë, ndërsa thonë se kauza e tyre është e drejtë. Nuk ka pas reagim, përveç se drejtuesit të fushës një qytetar kinez, I cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonjësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonjësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonjësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë, dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara. Vetë naftëtarët thonë se nuk do të tërhiqen nga aksioni I tyre. Nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jon, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. Ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund, sepse është një drejtë që na takon. Personat që janë futur në grevë në ambientet e kompanisë shprehen se janë në gjendje të rënduar shëndetësore, disa prej tyre kanë marrë edhe ndihmë mjekësore. Gjendja është e rënduar, është goxha e rënduar. Një prej kolegëve tanë dje e mori ambulanca se nuk e përballen dot më. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për veten tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. Naftëtarët kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Vjeshta ka sjell më shumë turistë në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, në shtator kanë hyrë mbi 1.2 milion turistë, që llogaritet jenë të paktën 114.000 më shumë se njëjta periudhë dhe një vit më parë. Për herë më shumë po vërtetohet se Vjeshta është një nga stinët që turistët e huaj zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë. Numri I shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar gjatë shtatorit të 2025-s është 1.259.000 vizitor, ose rreth 114.000 më shumë se sa viti I shkuar. Sipas publikimit të Instat, ky numër është rritur me 9.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të 2024. Për periudhën nëntmujore janar-shtator 2025 kanë hyrë në total 10.2 milion vizitor të huaj, ndërkohë që për të njëjtën periudhë të vitit që lan pas, numri ishte 9.6 milion. Sipas të dhënave të Instat, për muajin shtator 2025, 95% e hyrjeve të shtetasve të huaj në vendin ton është nga rajoni I Europës. Turistët nga Europa jugore zën pjesën më të madhe me 69%, por në rritje kanë ardhur edhe turistët nga Amerika, si dhe ata nga Azia dhe paqësori. Qëllimi I hyrjes në territorin shqiptar I shtetasve të huaj në 98% të rasteve është për qëllime personale, por rritjen më të madhe kanë pasur hyrjet e shtetasve të huaj për qëllime biznesi dhe profesionale, numri të cilëve gjatë shtatorit është rritur me 15.3%. Ndërkohë që për gjatë periudhës janar-shtator për qëllime biznesi kanë ardhur në total 189.000 persona, duke pësuar një rritje me mbi 21.6% në krahasim me vitin 2024. Ulje të ndjeshme kanë shënuar të huaj që vijnë për vizita shëndetësore, duke pësuar një ulje me 41% për gjatë 9 muajve të këtij viti. Më shumë turist ka patur gjithashtu në parqet natyrore dhe në zonat e mbrojtura vetëm gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti. Mbi 4.8 milion turist kanë vizituar këto destinacione. Bëhet fjalë për rreth 300.000 më shumë se një vit më parë. Ekoturizmi po një zhvillim gjithnjë më tepër në vendin tonë fal parqeve kombëtare natyrore, monumenteve të natyrës, peizazheve e zonave të mbrojtura me biodiversitetin e tyre, që janë kthyer në pika atraktive për vizitorët e shumë të vendas dhe të huaj. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm për gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, këto destinacione janë shkelur e shijuar nga 4.8 milion vizitor, ose plus 300.000 më shumë se njëjta periudhë vitit 2024. Vizitorët e shumë zgjedhin nga veriu në jug që të eksplorojnë përvoja unike dhe në harmoni me mjedisin, si ecjet në përshtigje, sportet
natyrore, vëzhgimi i shpendëve dhe turizmin lokal. Për të ardhur në ndihmë ekoturizmit në vend, këtë vit janë certifikuar 948 udhërrëfyes, prej të cilëve 711 kombëtar, 124 lokal dhe 113 të tjerë të specialiteteve të veçanta, çka tregon se kjo fushë e turizmit në rritje po gjeneron njëherësh edhe punësim me impakt direkt për zinxhirin e ekonomisë. Sipas shifrave zyrtare të publikuara nga Ministria e Turizmit, nga janari deri në fund të shtatorit të këtij viti, Shqipëria ka mirëpritur mbi 10.228.000 vizitor, duke shënuar një rritje prej plus 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ne të shojmë tani kushtet të motit. Këtë fundjavë ai do të jetë i paqëndrueshëm, e shtuna do të ketë më të mirë, por të dielën priten rreshje shiu. Temperaturat nuk do të ndryshojnë. Fundjava do të jetë me mot të paqëndrueshëm sipas parashikimeve të sinoptikanëve. E diela do të rikthejë sërish rreshjet e shiut në të gjithë territorin e vendit. Mbetet prezente lagështira e lartë në ajër, parashikohet një e shtunë disi më e qëndrueshme, kur rreshtet do fokusohen vetëm në zonat veriore dhe më pas dita e diel do të na rikthejë sërish rreshjet e shiut në gjithë territorin shqiptar, ku nuk do të mungojnë edhe rrethbeshet. Pavarësisht rreshjeve, temperaturat do të jenë të larta. Temperaturat minimale kanë pësuar rritje, tashmë mëngjeset shënojnë 8 apo 9 gradë në zonat malore, ndërkohë temperaturat janë të larta edhe pse kemi patur mod të paqëndrueshëm. Dita e shtunë sjell një rënje të lehtë rreth vlerës 24 gradë dhe sërish të dielën termometri do të ngjitet në 25 apo 26 gradë. Rreshjet e shiut sipas sinoptikanëve do të jenë prezent edhe fillimin e javës tjetër. Në takimin e 62 të platformës europiane të enteve regulatore, kryetaria e Autoritetit Mediave Audiovizive, Ermela Krasniqi, ka prezantuar punën e AMA-s për rritjen e transparencës në tregun mediatik. Ajo ka folur në mënyrë të veçantë për krijimin e databazës për strukturën e pronësisë në media dhe një studim mbi investimet ekonomike të operatorëve audioviziv. Për caktimin dhe zbatimin e strategjive në një mjedis mediatik që zhvillohet me shpejtësi, ishte temë diskutimi në takimin e 62 të platformës europiane të enteve regulatore, EPRA, ku mori pjesë edhe kryetaria e AMA-s, Ermela Krasniqi. Ajo ka shpjeguar procesin regulator të rëndësishëm për tregun mediatik shqiptar, i kryer nga AMA, siç është transparenca e strukturës së pronësisë së medias dhe pronarët përfitues direkt dhe indirekt. AMA ka krijuar dhe publikuar një databazë gjithëpërfshirëse mbi transparencën e strukturës pronësore, e cila është aksesueshme përmes faqes zyrtare të institucionit. Kjo databazë shërben si një burim kryesor dhe i përditësuar dhe përmban informacion të detajuar mbi të gjitha OSHM-at e licencuara dhe të autorizuara në Shqipëri. AMA ka kryer tashmë edhe një studim të hollësishëm mbi investimet ekonomike të OSHM-ave për te tregut mediatik. Në kuadër të monitorimit të tregut, AMA ka analizuar investimet e kontribuesve të operatorëve audio dhe audioviziv në deg të ndryshme të industrisë. Udhëheqësit europiani kanë dhënë garanci Ukrainës se do të ketë burime të mjaftueshme financiare për periudhën 2026-2027. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se për këtë çështje do të ketë një tjetër takim në dhjetor, por ende nuk ka një dakordsi mes vendeve europiane për përdorimin aseteve të ngrira ruse. Udhëheqësit evropian u zotuan se do të mbulojnë nevojat financiare të Ukrainës në vitet 2026 dhe 2027, por diskutimet do të vijojnë në dhjetor. Lajmi u njoftua nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në një konferencë të përbashkët me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ukraina do të ketë burimet financiare që nevojiten për të mbrojtur veten kundër agresionit të Rusisë në të ardhmen e afërt. Çështjet e tjera do të diskutohen në mbledhjet e Këshillit Evropian në dhjetor. Costa theksoi se paketa e sanksioneve ndaj Rusisë do të dëmtojë më tej makinerinë e luftës, ndërsa shtoi se shtetet anëtare synojnë të forcojnë masat dhe të koordinojnë veprimet për të prishur flotën në hije të Rusisë. Lidhur me ndryshimet klimatike, liderët e Bashkimit Evropian ranë dakord që bloku të vazhdojë me vendosjen e një objektivi të ri ambicioz për uljen e emetimeve, duke synuar një reduktim prej 90% deri në vitin 2040. Presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen u shpreh optimiste për këtë vendim, ndërsa theksoi se kjo është rruga e duhur.
Megjithatë, ky plan po ndesh edhe kundërshtime nga shtetet anëtare, të cilat shprehin shqetësime për impaktin ekonomik të këtyre masave të reja. Presidenti Rus Putin thotë se Moska nuk do t'i nështrohet presionit përmes sanksioneve nga SBA-ja apo vende të tjera. Megjithatë, ai kërkoi dialog me Washingtonin. Pas miratimit të paketës së 19 të sanksioneve ndaj Moskës, presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se kjo është një përpjekje për përshkallëzimin e situatës. Moska nuk do të qëndrojë duar kryq nëse sulmohet, përgjigjja do të jetë shumë serioze, ka theksuar lideri rus. Gjatë një konference me gazetarët, Putin nënvizoi se Rusia nuk do t'i nështrohet kurrë presionit nga Shtetet e Bashkuara apo ndonjë vendi tjetër. Kjo është një përpjekje për të ushtruar presion mbi Rusin, por asnjë vend që respekton veten nuk bie prej presionit. Rusia ka një privilegj të tillë që të ndihet dhe ta konsiderojë veten në këtë listë të vendeve dhe popujve që respektojnë veten. Pavarësisht qëndrimit të ashpër të presidentit Donald Trump, Putin ka shprehur gatishmërinë për të vazhduar bisedimet me palën amerikane. Presidenti SBA-s ka vendosur të anulojë ose shtyjë samitin në Budapest. Me shumë gjasa ai po flet për shtyrjen e tij dhe çfarë mund të themi. Dialogu është gjithmonë më i mirë se çdo përballje dhe mosmarrveshje. Kjo është arsye pse ne gjithmonë kemi mbështetur dialogun e vazhdueshëm dhe vazhdojmë ta mbështesim atë. Nga shtëpia e bardhë, goditjet ndaj Moskës kanë qenë të njëpasnjëshme në mes të luhatjeve që ka pasur së fundmi me liderin rus. Fillimisht Trump anuloi samitin në Budapest dhe më pas vendosi sanksione ndaj 2 kompanive më të mëdha të naftës në Rusi. Presidenti Amerikan Trump njoftoi anulimin e bisedimeve tregtare me Kanadan, kjo pasi provinca Ontarios shfaqi një spot televiziv ku aty del presidenti republikan Reagan teksa flet kundër tarifave. Trump e quajti këtë veprim një sjellje të papranueshme nga Kanadaja. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar ndërprerjen e menjëhershme të gjitha negociatave tregtare me Kanadan. Shkak është bërë publikimi një spoti televiziv e sponsorizuar nga provinca kanadeze e Ontarios. Në këtë spot citohet ish presidenti Amerikan Ronald Reagan, i cili në një fjalim të vitit 1987 kishte paralajmëruar se tarifat dëmtojnë çdo amerikan. Në një reagim në rrjetet sociale, Trump e quajti reklamën të rreme dhe të papranueshme, duke shtuar se negociatat tregtare janë përfundimisht të ndaluara. Fondacioni Ronald Reagan sapo ka njoftuar se Kanadaja ka përdorur në mënyrë mashtruese një reklam, e cila është e rreme. Ata e bën këtë vetëm për të ndërhyrë në vendimin e Gjykatës Supreme të SBA-s dhe gjykatave të tjera. Tarifat janë shumë të rëndësishme për sigurinë kombëtare dhe ekonominë e SBA-s. Bazuar në sjelljen e tyre skandaloze, të gjitha negociatat tregtare me Kanadan përfundojnë me këtë rast. Fondacioni Ronald Reagan ka reaguar duke thënë se në spot janë përdorur materiale ku keq interpretohet mesazhi ish presidentit, ndërsa njoftoi se po shqyrton hapat për një reagim ligjor. Kryeministri kanadez Mark Carney deklaroi se Kanadaja nuk do të lejojë qasje të padrejtë të SBA-s në tregjet e saj nëse negociatat dështojnë. Administrata e presidentit Trump ka vendosur një tarif prej 35% për më shumë importe kanadeze, përfshirë industrinë e automjeteve dhe të çelikut, duke goditur rënd ekonominë e Ontarios. Megjithatë, disa produkte të mbuluara nga marrëveshja e tregtisë së lirë me Meksikën dhe Kanadan janë përjashtuar nga këto taksa. Ky është rasti i dytë këtë vit që presidenti amerikan njofton ndalimin e bisedimeve tregtare me Kanadan pas përplasjes së mëhershme mbi taksën kanadeze ndaj shërbimeve digjitale të kompanive amerikane. Nga data 1 nëntor do të hynë në fuqi çmime të reja për karikimin e automjeteve elektrike. Për të folur më shumë për këtë temë, për mënyrën se si u arrit në çmimin e ri dhe si do të procedohet më tej, në studio me mua është zoti Besian Kadiu, është zëvendës ministër i energjisë dhe infrastrukturës. Mirë se vini në Klan News. Së pari dim datën kur do të hynë çmimet e reja, sa do të jetë ky çmim për automjetet elektrike që përdorin stacione të ndryshme publike në qytet për karikim. Mirë se u gjeta një herë. Atëherë me një vendim të entit regulator janë përcaktuar çmimet e reja të furnizimit të energjisë elektrike për një grup klientësh të cilët janë të lidhur në një fuqi të caktuar, fuqia është 11 kW,
Dhe çmimi përcaktuar është 22 lek për kilovator në periudhën off-peak dhe në periudhën e pikut është 25.3 lek. Çmimi do të ndikoj vetëm në një kategori të caktuar klientësh. Dua ta theksoj këtë sepse jo të gjithë nuk ka rritje të çmimit të energjisë. Jo, nuk ka rritje të çmimit të energjisë, por ka rritje të çmimit të energjisë për një grup klientësh, të cilët janë të lidhur ka dy elemente të rëndësishëm, të cilët janë të lidhur në rrjet me një fuqi të caktuar, që është 11 kW, dhe të cilët e përdorin këtë energji elektrike për qëllime të karikimit të automjeteve elektrike. Kjo është e rëndësishme për të theksuar, sepse nuk duam që të krijojmë edhe konfuzion edhe për grupin e klientëve të tjerë, të cilët mund të kenë të instaluar fuqi të caktuar, por që ata nuk do të preken nga ky ndryshim abonentët familjar ose ata që kanë një makinë elektrike dhe që e karikojnë në shtëpi nuk kanë këtë çmim energjie. Absolutisht jo, ata që e karikojnë në shtëpi do të vazhdojnë të paguajnë sipas grupit të konsumit që ata i përkasin, 8.5 dhe 9.5 lek për kilovator. Pra nëse kemi një konsumator i cili konsumon më pak se sa fasha e konsumit 700 kW, atëherë ai do të paguajë me 8.5 lek dhe do të karikojë automjetin e tij me një çmim do të thonë jashtëzakonisht shumë konkurrues energji elektrike. Pse tani ky ndryshim? Çfarë ndodhi që OSHE u detyrua të kërkojë entit rregullator rritjen e çmimit për këtë grup klientësh? Ndikimi në rrjet është kryesori dhe ky ndikim vjen drejt për drejt nga shtimi i pajisjeve karikuese. Do të thoya i pajisjeve dhe jo i automjeteve drejt për drejt. Të gjitha automjetet mund karikohen në banesë, ashtu siç tham. Të gjitha automjetet mund karikohen në një nivel tensioni më të ulët, në nivel fuqie më të ulët se sa 11 kW, por pajisjet e karikimit të shpejt apo fast charge janë ato që kërkojnë një fuqi më të madhe lidhje me rrjetin, pra marrin më shumë energji nga ky rrjet dhe shërbejnë për karikimin e shpejtë automjeteve dhe ky shërbim ka filluar patjetër indikuar edhe nga rritja e automjeteve elektrike që janë në qarkullim në vend, ka filluar të jetë gjithmonë edhe më i madh në numër dhe të japi gjithmonë më shumë ndikim në rrjet. Ky ndikim, unë do përdor një term teknik, është një ndikim i cili sjell disbalancë në rrjet, pra janë momente të caktuara ku rrjeti ka nevojë që ti përgjigjet kërkesës që ka për konsum energji elektrike dhe këto pajisje janë konsumatore të rëndësishme dhe të mëdha të rrjetit energjisë. Kishte një fashë orare ku ndryshonte edhe çmimi, pra një çmim edhe kur konsumi është më i lartë. është fasha e orët pik. Orët pik është një fashë e cila bazohet, është e njëjtë në të gjithë Evropën, bazohet në tregjet e energjisë, bazohet në bursat e energjisë, patjetër që Evropa ka një shtrirje nga lindja në perëndim dhe kemi edhe ndryshime të orës, por për zonën orare ku ne vendodhemi, orët e pikut janë ato të mbasdites, dhe në ato orë, nëse karikimi do të bëhet në ato orë, çmimi i energjisë do të jetë më i lartë. Ka një analizë sa klientë ndikohen nga kjo rritje e çmimit? Ka një analizë dhe do ju duket pak e çuditshme, por kjo është faktin. Mund të mos preket asnjë klient, sepse secili nga përdoruesit e automjeteve elektrike mund vendosi që të bëj karikimin e automjetit të tij në shtëpi, mund vendosi ta bëj karikimin e automjetit të tij në një nivel fuqie më të ulët, apo mund të preken edhe të gjitha ato automjete të cilat do të përdorin karikimin e shpejtë, pra fast charge. Këto janë grupi konsumatorëve që do mund të preken, unë do të shtoja që aktualisht neve kemi një treg, furnizimi për automjetet elektrike fast charge, i cili është treg tërësisht privat dhe që ofron çmime nga më të ndryshmet, po që në çdo rast janë mbi 22 lek apo 25 lek të cilat u përcaktuan me vendim të endit rregullator. Me një fjalë, ky vendim i ri do të kur fitimet e këtyre ofruesve të shërbimit, nëse ata nuk do të arrisin çmimin. Në këtë rast, po, këta ofrues shërbimi që sot tarifojnë edhe me 35, po edhe me mbi 40 lek për kilovator, do të jenë të detyruar shumë shpejt që të rishikojnë çmimin e tyre. Për shkak të ndryshimit të çmimit, por edhe për shkak sepse së shpejti do të kenë edhe një pjesëmarrës të ri në tregun e karikimit të automjeteve dhe karikimit të shpejtë të tyre. Do të kenë një pjesëmarrës të ri, i cili do të jetë OSHE Charging, pra një aktivitet i ri, i cili do t'i shtohet kompanisë publike OSHE,
është një nisëm e re, e cila realisht është orientuar për shkak të kërkesës në rritje që po vjen nga tregu për shërbime energjitike. Duhet jemi të qartë që sot tregu i energjisë elektrike nuk është më ai tregu klasik. Produktet që kërkojnë energji elektrike për konsum janë shumë herë më të ndryshme, janë shumë herë më të avancuara, janë dhe inteligjente me raste, siç janë dhe automjetet elektrike. Ndaj edhe OSHE-ja në paralel me ecurinë e kërkesës dhe konsumatorëve është duke zhvilluar një nisëm të re. Pra një aktivitet të ri tregtar. Është një nisëm e cila shumë shpejt. Nuk do doja që të jepja një afat. OSHE-ja patjetër sa ko dhe po e diskutojmë, do të thotë që është një nisëm e maturuar, por nisma do konkretizohet me stacione karikimi. Me stacione karikimi të mirëfillta, të cilat do të mundsojnë për konsumatorët produkte të ndryshme energjie. Dua të theksoj këtë që janë produkte të ndryshme sepse do të kemi edhe karikimin konvencional, atë të ngadaltin, normal, mund të kemi karikim pak më të shpejt dhe karikimin shumë të shpejt. Që do të thotë që kushdo klient që do të dojë të marrë shërbime në një udhëtim me një automjet elektrik, do të ketë mundësinë që të marrë shërbime në mënyrën më të mirë edhe nga një stacion i ri, i cili do të ofrojë disa produkte energjitike, por edhe facilitetet të tjera shërbimi për këta klientë. Ato që ju bie në sy qytetarëve janë stacionet ku karikohen taksit, kompanitë e taksive, dhe tashmë për shkak të zhvillimit kaq të shpejt këtyre makinave elektrike, futjes së tyre në tregun shqiptar, mund të ketë për shembull një rritje e çmimit të shërbimit nga këto kompani private të taksive, sepse dhe ato konkurrojnë me njëra tjetrën duke ofruar paketa ndryshme, çmime ndryshme për disa lloj destinacionesh. Pra kjo rritje mund të ndikojë në këtë drejtim? Ashtu siç e përmenda edhe pak më parë, kushdo klient, pra taksit në këtë rast mund të zgjedhin që të bëjnë karikim me çmime shumë të leverdishme, siç është çmimi aktual për 14 lekësh për bizneset, por në një fuqi më të ulët se sa 11 kW, apo mund të zgjedhë që të bëjë një karikim të shpejt të automjetit të tij dhe për këtë të paguaj rrjetin për ndikimin që ky shërbim që do marrë nga rrjeti do t'i japi ky karikim, apo ky konsumator. Është e rëndësishme për ta theksuar këtë sepse nuk do të doja që të shkonim në një rritje çmimi në asnjë rast, sepse mundësia është për të përdorur produkte të ndryshme energjitike, produkte me çmim të pandryshuar, apo produkte të shpejta, të cilat janë produkte të nevojës mbase në disa raste, për të bërë një karikim të shpejtë automjetit, i cili do jetë pak më i shtrenjtë, prapë duhet të theksoj që është shumë herë më i lirë se sa ç'është tregu sot aktual i karikimit të automjeteve, apo se sa janë çmimet në të gjithë Evropën për energjinë për mjetet elektrike, apo mund të vazhdojnë me karikimin normal, siç një pjesë e madhe e këtyre shërbimeve operojnë edhe sot. Duket si paradoks, nga njëra anë duam që të përqafojmë teknologjitë e reja, makinat elektrike, uljen e ndikimit në mjedis nga karburantet fosile, nga ana tjetër dëgjojmë për rritje të çmimit. Nuk është një rritje. Si e shpjegoni? Nuk është një rritje mirëfill. Atëherë është pak do na duket ne jemi mësuar ta njohim energjinë elektrike si një produkt të thjeshtë, i cili nuk na ka munguar, sidomos vitet e fundit. Më përpara na ka munguar vite më parë na ka munguar shumë, por sot duhet jemi të qartë që tregjet e energjisë elektrike ku ne po synojmë që të bëhemi pjesë, siç janë tregjet europiane, por jo vetëm to tregje, po edhe pajisjet që përdorin energji elektrike, ka një avancim shumë të madh. Po flasim për inteligjencë artificiale në secilën prej atyre automjeteve elektrike, e cila mund të shërbehet në dy forma. Nëpërmjet një karikimi normal, pa pasur asnjë ndikim dhe me çmimet aktuale të pandryshuara të energjisë elektrike, por mund të shërbehen dhe në mënyrë të veçantë me një fast charge dhe do duhet që të paguajnë për atë ndikim që këto mjete do t'i japin rrjetit. Dua të theksoj se ndikimi i këtyre mjeteve apo këtyre pajisjeve
se nuk janë konsumatorët që bëjnë ndikimin, po janë pajisjet të cilat realizojnë karikimin, pra japin shërbimin e karikimit që ndikojnë rrjetin. Këto pajisje sjellin një ndikim teknik të rëndësishëm në rrjet, i cili nuk ndikon rrjetin si një gjë abstrakte, por ndikon gjithë konsumatorët të cilët janë të lidhur në atë rrjet. Për këtë arsye, ka nevojë që operatori i sistemit shpërndarjes në shërbimet që jep dhe mundson brenda këtij rrjeti të kryejë investime të caktuara. Dhe këto investime duhet përkthehen patjetër në kostot, të cilat duhet përballohen nga ai që është shkaktari i këtij ndikimi. Për këtyre investimeve dhe ushe charge. Dhe për këtyre investimeve dhe për më shumë, pra duhet të theksoj dy gjëra. Do të kemi investime në rrjete që duhet i përgjigjen zhvillimit të konsumit, zhvillimit teknologjik të konsumit, por patjetër duhet kemi dhe zhvillim të biznesit që t'i përgjigjen nevojës së konsumatorit. Energjia nuk është më një produkt nga i thjeshti si që jemi mësuar. Energjia do të kuptojmë që është një produkt pak më kompleks. Sot kërkohet në format të ndryshme, kërkohet në orë pik, kërkohet në orë off piku, me çmime të ndryshme, kërkohet me një fuqi më të madhe në një moment, apo kërkohet ashtu në mënyrën klasike si që ne jemi mësuar gjithmonë. Kishte nevojë për më shumë konsultim në mënyrë që publiku, konsumatorët, ata klientë të posaçëm që do të ndikohen të informoheshin? është e rëndësishme të theksojmë se çmimi i energjisë elektrike, sidomos kur ka të bëjë me ndikim në rrjet, është çështje thellësisht teknike. Konsultimi publik do të thoja nëse do kishim të bënim me një ndryshim madhor për të gjithë grupin e konsumatorëve, por prapë do të theksoj, kemi një grup konsumatorësh të cilët mund të zgjedhin të qëndrojnë konsumator me çmimin aktual apo të zgjedhin një shërbim të ri i cili patjetër të duhet paguhet. Mbi këtë arsyetim do të thoja që patjetër konsultimet nuk janë kurrë të tepërta, por në këtë rast elementi teknik është i rëndësishëm për të garantuar edhe shërbimin për klientët e tjerë në rrjet. Konsultimi dhe informimi mbi të gjitha. Ju thatë që duhen investime për rrjetin dhe qeveria ka shpallur një plan strategjik për të siguruar atë që ne quajmë pavarësi energjetike, pra për të ulur në minimum importet e energjisë një afat deri në vitin 2030. Si po ecën, si po përparon qeveria për ta realizuar këtë objektiv të saj? Do të thoja që po ecim mirë. Sektori energjetik vlerësoj se është një sektor i cili ka pasur një zhvillim të qëndrueshëm mbi të gjitha, nuk do doja që ta cilësoja të mirë, të duhur, kur nuk mund të ketë një maksimizim, pra një arritje maksimale. Numrat janë kokfort, neve kemi një shtim kapaciteteve gjeneruese nga burimet të rinovueshme. Dua ta theksoj këtë, kemi burimet të rinovueshme të cilat jemi duke i shfrytzuar. Panele fotovoltaike rreth 600 MW janë investime të reja në kapacitete gjeneruese dhe përveç këtyre kapaciteteve janë rreth 220 MW vetë prodhues me panele fotovoltaike. Këto janë projekte aktualisht në operim, pra që prodhojnë energji elektrike. Përveç këtyre projekteve, rreth 1000 MW të tjera projekte mbi teknologji të fotovoltaike janë në proces ose ndërtimi, ose marrje lejesh, dhe të cilat ne i presim që t'i kemi në rrjet dhe në operim brenda vitit 2027. I gjithë ky kapacitet, shtuar këtu dhe teknologjinë eolike, pra energji nga era, e cila do t'jetë një burim shumë i rëndësishëm i prodhimit për të ardhmen në afat mesme të vendit, pra brenda vitit 2030, do të na sjellin në brenda vitit 2030 një panoramë të re, jo vetëm të miksit energjetik, pra të diversifikuar me burime të ndryshme nga ajo hidriket, në cilën pra nuk do të kemi vetëm energji nga hidrocentralet, por nga këto parqe eolike, nga parqet eolike dhe nga parqet fotovoltaike, edhe nga parqet termike, sepse është e rëndësishme që të gjithë të burime të rinovueshme, të cilat patjetër janë shumë misore me ambientin, por janë një energji e cila nuk janë aq të besueshme sa një prodhim i rregullt termik apo një prodhim i rregullt hidrik. Gjithë ky miks, gjithë ky diversifikim portofolit na japin mundësinë që në 2030-ën të jemi një shtet i cili të jemi eksportues neto.
Shqipëria i shton kapacitetet prodhuese, por nga ana tjetër duhen shtuar kapacitetet për t'i ruajtur këto rezerva dhe për t'i shpërndar, për ta sejvuar energjinë dhe për ta shpërndar në rrjet. Dhe gjithmonë, nisur nga eksperjenca e vendeve europiane, problemi është se një pjesë e energjisë së rinovueshme shpërdorohet pasi nuk mund t'i hidhet në rrjet. Ku qëndron Shqipëria në këtë pikë? Ne nuk jemi akoma në këto kushte, ne kemi nevojë për energji, kemi dhe mundësi teknike të realizojmë të gjën. Gjithë ky kapacitet aktualisht në operim nga teknologji fotovoltaike i ka dhënë mundësinë operatorit publik kesh që të bëj menaxhim të rezervës hidrike, pra të prodhoj në periudha antagoniste me periudhat e diellit. Megjithatë, përveç kësaj, me shtimin e kapaciteteve në të ardhmen e afërt, neve në nivel politik bërës parashikojmë që të ndërtojmë edhe skema të reja për incentivimin, mbështetjen, apo edhe zhvillimin e tregjeve të ruajtjes energjisë elektrike. Janë 2 projekte madhore aktualisht, të cilat janë dhe publike për ruajtjen e energjisë elektrike nëpërmjet teknologjive pump storage. Njëri nga një zhvillues privat, një tjetër projekt është nga zhvilluesi KSHA në kaskadën e Drinit. Por jo vetëm këto, edhe sistemet e ruajtjes energjisë me bateri janë ato që ne kërkojmë që të nxisim pjesëmarrësit e tregut që të fillojnë përdorimin sa më masiv me qëllim që jo vetëm të shërbejnë rrjetit, jo vetëm të shërbejnë menaxhimit të flukseve të energjisë prodhuara nga burimet e rinovueshme, por edhe të bëjnë të mundur që ky produkt energjetik shqiptar, kur të aksesoj tregjet, të jetë i qëndrueshëm dhe të jetë i certifikuar jeshil, pra të jetë i certifikuar green, pra një produkt energjetik i cili jo vetëm në rajon mungon, por mungon edhe në tregun evropian. Është një sfidë që edhe të prodhosh energji edhe të jetë në përputhje me agjendën e gjelbër të Bashkimit Evropian. Objektivi i vitit 2030 është i mundshëm, i realizueshëm që Shqipëria të jetë një vend i pavarur energjetik dhe të bëhet një eksportues i energjisë nga ana tjetër? Për sa i përket prodhimit, po. Për sa i përket transmetimit, kërkojmë dhe jemi duke punuar në nivel politik bërës, por edhe nëpërmjet kompanive të sektorit, operatori sistemit transmetimit, jemi duke punuar me qëllim rritjen e kapaciteteve të interkoneksionit. Thamë që duhet kemi prodhim dhe besojmë që ky prodhim brenda vendit i energjisë nga burimet e rinovueshme do jetë deri në vitin 2030 për të na bërë të mundur që të jemi eksportues. Do kemi shërbime nëpërmjet sistemeve të ruajtjes dhe depozitimit të energjisë, të cilat do na bëjnë këtë energji të qëndrueshme dhe do duhet që të kemi infrastrukturë ndërlidhëse me rajonin dhe me tregjet e rajonit në mënyrë që këtë energji të kemi mundësi që ta evadojmë, ta qarkullojmë në këto tregje. Dhe për këtë unë duhet të theksoj 3 projekte të mëdha. Një projekt i cili është aktualisht në ndërtim, ndërlidhja interkoneksioni me Maqedoninë e Veriut, një projekt po aq i rëndësishëm që është dyfishimi i fuqisë ndërlidhëse i kapaciteteve ndërlidhëse me Greqinë, por mbi të gjitha dhe projekti i ndërlidhjes me Italinë nëpërmjet një kabli në New York. Duket shumë si futuristike, por kur mund të konkretizohet ky projekt me Italinë? Do të kërkoj kohën e vet, është një projekt i cili nuk është një projekt i thjeshtë, si çdo projekt i këtyre përmasave, por që lidh edhe dy vende që në aspektin regulator, njëri është vendi i Bashkimit Evropian, tjetri synon që të bëhet vendi i Bashkimit Evropian dhe është kandidat. Ka sfidat e saj në aspektin ligjor dhe regulator mbi të gjitha. Megjithatë ne po përparojmë me parafrimin e legjislacionit sektorial, parafrimi i legjislacionit të sektorit energjetik me atë të Bashkimit Evropian do të na japë mundësinë që të kemi kushtet e nevojshme rregullatore që ky projekt të avancojë shpejt në të ardhmen. Le të shpresojmë se do të avancojë shpejt. Faleminderit për sot, për gjithë aftësitë e përcjella. Faleminderit juve. Do të vjojmë me të tjera zhvillime të këtij edicioni, ndalemi te kultura, Thethi dhe Boga janë 2 zonat më të bukura të Alpeve, të zgjedhura kësajere si një destinacion i kolonisë piktorëve Lisus Art. Thethi dhe Boga, 2 prej zonave më të bukura të Alpeve shqiptare, u zgjodhën si destinacion i kolonisë piktorëve Lisus Art në ndalesën e tyre të 4. 20 prej piktorëve më të mirë në vend për 4 ditë me radhë punuan veprat e tyre në Theth dhe në Bogë, duke nisur që nga peizazhet e deri te kostumet tradicionale të burrave dhe grave në zemër të Alpeve shqiptare.
Vetë relievi i bogës, i thethit, i gjithë rrethinave këto, i Alpeve tona, është i mrekullueshëm. Kemi qenë në prezencën e turistëve të huaj kurioztar për çfarë po bënin. Kjo që një koloni shumë e rëndësishme, shumë e kualitative veprat. Të gjithë artistët kanë punuar dhe kanë kriju vepra të nivelit të tyre të mirë. Organizatori i kolonisë që prej 2 vitesh ka bërë bashk 20 piktor nga i gjithë vendi, Ded Maluta, shprehet se ka për qëllim mbajtjen gjallë të veprave të peizazhit tek Brezi i Ri, piktura që për shkak të formave të reja të artit po paksohen gjithnjë më shumë. Ideja është kolonia të përfshijë të gjithë territorin shqiptar, por edhe përtej trojeve shqiptare, pra ku ka shqiptar, ku ka jetësop Shqipëri, aty të shkojë edhe kolonia në mënyrë që të përjetojmë në panelet e këtyre artistëve të gjithë territorin ku flitet shqip. Kolonia e artistëve shqiptar të pikturës prej 2 vitesh po udhëton në zonat më të bukura të vendit, me qëllim evidentimin përmes veprave të artit të natyrës mbreslëndse që vendi ynë ka nga veriu në jug. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion Klan News, minuta kofshëm, pas pak sporti.